Besimi është si një pasqyrë, kur thyhet mund të ngjitet, por kurrë nuk do të jetë si më parë. Prandaj mëso të jesh i kujdesshëm kujt ja jep, sepse një herë i humbur, ai është pothuajse i pamundur për t'u rikthyer. Por, edhe nëse dikush e thyen besimin tënd, mos e lejo zemrën të mbyllet. Mbaje të pastër dhe të fortë, sepse besimi i sinqertë është pasuria më e rrallë që mund të mbajë një shpirt.